Padyshim, trendi i aktiviteteve ku shtetasit rus kanë përfituar në shtetësi serbe, daton që nga 2028 ku ne kemi bërë paralajmërimin që në atë kohë që janë mbi 50.000 qytetarë rus, të cilët padyshim që do të ju atribuohet një drejt nga sistemi ligjor dhe kushtetues i Serbisë që ata të përfitojnë shtetësinë e dyfish, po shtetësinë serbe, dhe kemi pastaj mund të hap një kuti të Pandorës ku dihet qartë atë që Rusia ka doktrinën e saj që në vendet ku ajo nuk mund të influencojë apo ka frikën që mund të ndryshojë struktura politike në interesat e saj, ajo më pastaj krijon momentume të tilla ku rrit numrin e shtetasëve rusë që kanë shtetësinë e dyfish të atij shteti dhe më pastaj interferon dhe investon në mënyrë sistematike për ta mbajtur në një anë sistemin e saj të kontrollit mbi atë shtet, por në anën tjetër për të mundësuar që më pastaj kemi edhe agent të cilët marrin shtetësi të dyfish dhe mund të veprojnë dhe operojnë lirshëm në tërë territorin e kontinentit evropian, meqenëse se Serbia është pjesë përbërëse e Schengen zonës, por njëkohësisht edhe këto veprime më pastaj mund të përkthehen në veprime konkrete për të destabilizuar në Ballkanin Perëndimor.